Saj Meta. Flasim Hipotetikisht, Jorida është, teorikisht duhet të rriqen 2 persona. Nga lista e mbyllur. Nga lista e mbyllur. Kush janë këto? Ta dy që ka vullë në i vetë. Te di me rrisën mund të rriqen, mund të rriqen, të lirojnë. Jo, se duhet, po utëroj që Erisa duhet Të femër. zëmësohet me Po shumë vajzë. Jorida si femër, kështu që balancon. Të dy bashka ta, koka e lirë metës me dy koka ta tyre. Është i lirojnë vëndit Po është për bën llogarit gabim. Ka një vetëm një problem praktik me vetë. E shfrytëzon të do të mandatin pastaj gjithsesi në situatën aktuale që Tjetër histori. Po e fiton mandatin, kjo është flasim nga nëntori, nga dhjetori. Se kjo... Po e përdor të do të pastaj mandatin, të duhet pyet. E përdor. Juridikisht. Teknikisht në gjendjen e aktuale si janë gjërat, PQZ do të japi mandatin zonjës Xhixho dhe zotit Blushi. Okej. Të dy këta duhet shkojnë në shtator kur bëhet konstituimi i parlamentit dhe të shkojnë të betohen dhe mbas betimit bëjnë heqjen dorë nga mandati. Kam përshtypjen se Marcela që janë hallin e pensionit metës, ka qenë deputet dhe del me pension të lartë. Jo, s'po qaj hallin e skujt vëllai. Pensionin e kaj. Pas e ka pensionin sot. Me që e patëm debat. Ai është i versionit se ka dhe pension. Për mandatin, a e merr apo jo do të mandatin? E merr mandatin. Mirë, Basha, do ketë protest, nisim me samitin nesër, por zoti Basha ka njoftuar, zoti Berisha nesër... Lëre Bashën të gjumë. Jo, e kisha me juve më shumë. Zoti Berisha ka njoftuar protest. Ka arsye për të protestuar dhe për t'i bërë të ditur ndërkombëtarëve me kaq shumë tamtame, se më kujtohet edhe një nga samitet e tjera që është mbajtur në, i 6 dhjetorit. Shiko, unë thash nisa që në pjesën e parë. Tani, për sa kohë ti s'ke ekip për ta fut në fush, sepse ke frikë nga ekipi se del në një zëvendin dhe ka ta ndisesh me një lojtar që merr vetëm 90 vota apo 95 vota edhe pretendon që është duke garu për vendin e parë dhe për të marrë pushtetin dhe nuk e njeh as lagja, unë nuk e di për çfarë duhet me protestu. Mendoj që duhet protestojnë gjithë ato që kanë ngel jashtë listash për të hapë vendin e tyre që janë të paaftë për të bërë politik, para selisë partisë, me qëllim që të marrin selin e partisë tjetër, të marrin vendin që meritojnë, se opozita nuk është e një individi, është e gjithëve, edhe duhet konsiderohet e tillë, është pasuri kombëtare dhe duhet konsiderohet e tillë. Pastaj të shikojmë se nëse ka apo nuk ka pengesa në këtë drejtim kjo forcë politike për të ardhur në pushtet. Por për sa kohë kemi parë fenomene që, siç ishin Ilir Ali Mehmeti, doktori dhe Jorida, që ja kanë bërë hizmetin dhe kanë marrë votat mjaftueshme. Dhe një pjesë tjetër janë mbyllur Jo, dolën dhe mirë në primare dhe prapë si futën, i penguan, i kanë penguar. Po ato ishin rreziku i madh. Ato mund të vazhdojnë vendin e tyre. Ato eliminojnë. Edhe tani përtasin që s'marrin vota, po si me çfarë do marrësh vota ti? Po ti ke fut në listë njerëz që si njeh te pallati jo. Po as te shkalla si njeh njëri. Lagja rrezik i ka për zonë. Se nuk do me i pa më. E thu të bëjsh protest? E kush vjen protesti? E ti thush aman hajde për mua, bëje për mua, s'vjen kush më. A i flamuri i Europës ka 12 yje, e kemi gabim. E kemi me 11. Jo, është 3D dhe nuk e sheh. A, është 3, nuk e shoh fund. Po, nuk e sheh mirë. Po ti fokusohu këtu, aty ke shumë. Po jo, po shoh Marcelën dhe mas Marcelës janë yjet. Po, se zoti Rama tha që shqiptarët e shikon që s'kemi çfarë të themi. Jo, kemi plot çfarë të themi. Filmi ka mbaruar. Ja, po thuaj ti për shembull çfarë pret nga protesta e Po përvitet protesta. Pse duhet dalin? Jep një arsye pse. Protesta kur para se të kur doli Berisha, dje doli që para emre po për dje. Asa kena pak. Kena qenë jemi bërë kështu domethë na ka humbur sensi kohë. Po ditët 1. Dhe doli dhe tha që do bëjmë se ditën e parë tha populli dha verdiktin e tjerë, doli pastaj verdikti është në kuti. Kur u ritën zërat, dhe janë dhe të brendshëm që ne nuk i dëgjojmë, janë rritur zërat në rjet, në kështu shikon reagimet e demokratëve tjerë, janë rritur zërat që nuk vazhdojnë më. Sepse ne shikojmë që s'ka reflektim te kjo parti, te ky individ më shumë. Po do iki Berisha do iki vet. Mund të përdoret një fjali dhe knifen, dëgjoj. Komunikimi. Kam përgjigje për këtë fjali tënde Berisha. Ja të mbaroj. Ma kam mësuar besa, mirë zemra. Do iki. Se ka një diçka që do në këtë kuptim. Ka një diçka që në shkencat e komunikimit politik, për shembull, përdoret ajo teknika për politikanët kur mësojmë, përdoret teknika që
mbrojtja më e madhe është pranimi i diçkaje më të vogël, e kupton, pranoj një faj më të vogël dhe pastaj që të mbrosh fajin tënd të madh, fajin tënd kryesor. Ose pranoj diçka periferike, e kupton? Që mos të dali shumë në pahumja e madhe. Që të kesh fytyrë, do të thënë, dhe të mundesh, të kesh shans të mbrosh thelbin, fajin tënd të madh, krimin ndoshta. Dhe Sali Berisha arrin deri aty sa që nuk thot këtë fjali për shembull dhe të jap këtë rregull të komunikimit politik për shembull, nuk thot dhe kaq. Zgjedhjet na u vodhën, Edi Rama, gjitha këto, por ne do mblidhemi dhe do shikojmë çdo gjë që nuk shkoj tek ne, që nga listat, që nga puna e individëve, drejtuesit politikë etj. Do të thënë nuk thot as të fjali. Do të thënë që na u vodhën zgjedhjet, por dhe ne kemi ca përgjegjësi dhe duhet t'i shoshisim. Nenin Basha për shembull.